Shpesh jemi njohur nëpërmjet ekranit me traktoristë të palodhur, të cilët me traktorët e tyre i bëjnë të begata fushat anë këndat dheut. Në këtë film ne do të njihemi me një traktoriste eroin, me një grua, me një nën. Ajo quhet Merushe Buzali dhe punon në ndërmarrjen bujqësore të Kamzës. Hapat në rrugën e saj për traktoriste nuk ishin të lehta. Merushja punonte me shoqe të tjera në një objekt ndërtimi. Një ditë midis tyre u zhvillua një diskutim i hapur. A mund të punoni në profesione të vështira? Pyeti sekretari i partisë. Ju punoni një lloj si burrat. Çu pengon të bëheni traktoriste? Fjala e shokut Enver për emancipimin e plotë të gruas i dha forcë zemër Merushes. Ajo e nisi diskutimin me fjalët: "Unë do të bëhem traktoriste." Mësimet e para ja dha bashkimi, burri i saj. Ai e përkrau me kënaqësi iniciativën e Merushes dhe me këmbgulje tregonte çdo të fshehtë të profesionit. Iniciativën e saj, shokët e mirëpritën me dashamirësi. Ata u interesuan për ta ndihmuar nga afër Merushen në mësimet e para për traktoriste, duke krijuar vazhdimisht një ambient të ngrohtë pune. Ky ishte momenti më i bukur i mësimeve të marra. Ajo arriti të drejtonte vetë traktorin. Megjithse këtë ditë hapësirat i dukeshin çuditërisht të gjëra dhe ajo në këto hapësirat pafundme mezi orientohej. Merushja, kur tregon për hapat e saj të para si traktoriste, gjithnjë kujton ndihmën dhe konsultat e shokëve. Pasi e mësoi profesionin, kolektivi traktoristëve përkrau dëshirën e Merushes dhe hyri punës për të ngritur në këmbë një traktor të dalë jashtë përdorimit. Në oficinën e ndërmarrjes erdhën shokët e saj, të cilët për një kohë të gjatë punuan pa e ndjerë lodhjen, duke e plotësuar me duart e tyre traktorit çdo detaj e pjesëkëmbimi. Erdhi dita kur Merushja provoi të ndesë traktorin e saj, që ishte frut i punës kolektive. Atë ditë kur shokët i uruan punë me bereqet, ajo premtoi se me këtë traktor të riparuar do vazhdonte punën derisa të dilte në pension. Kanë kaluar 7 vjet që ere kur ajo nisi punën e pavarur. Ajo shpejt u bë një traktoriste e dalluar që çdo vitet e kalon planin dhe në sajt kujdesit vazhdueshëm ndaj traktorit i kursen shtetit mijëra lekë në vit. Merushja është jo vetëm traktoriste e dalluar, por edhe një shoqe e mirë, me të cilën këmbejnë mendime më të rejat. Është vështirë të tregosh episode nga jeta e saj si traktoriste.
ata janë të bukur dhe të shumët. Ndodhi njëherë që traktoristët e brigadës shkuan në stërvitje ushtarake. Atëre traktori Merushes për disa ditë me radhë përballoi gjithë punën e shokëve. Ajo thithte në shpirtin e saj aromën ndese të tokës dhe kjo gjë jepte atë gëzim që ndjen kur ke të bësh me tokën, me bukën e të gjithëve. Merushja nuk i flet kur të birit për veten, për orët e zgjatura ditë e natë. Në kujtimet e djalit ditët dhe mbrëmjet, kur ai ka sjell nënës bukën ar, do t'i flasin për fisnikrin e punës së saj. Merushja është një ndër herojt e punës socialiste. Është një ndër ata që ne i takojmë në uzina e fabrika, në fusha e në male, në ballë të punës. Është një ndër ata që pa zhurmë me bujë, pasi lë punën, merr me vete mbresat e ditës, e fare thjesht hyn në shtëpi ku e thërresin nën, grua. Atë mbrëmje, ndërsa jo po shlodhej pranë fëmijëve të saj, në fush vazhdonte puna. Ndodhi që një zetor me ushqimin e stallave mbeti në baltë. Nëna u ngrit për t'i vajtur shokut në ndihmë. Atë natë, kur ajo u largua, u përsëriti dhe një herë bijve të saj tregimin më të bukur. Ata panë se si nëna e tyre nuk di të mbledh supet kur e thret shoku. Në ndihmën e asaj nate, të gjithë u njohën me ndjenjën e bukur e fisnike të solidaritetit që ka edukuar partia tek njerëzit tanë. Këtë traktoristet pa lodhur që mposh çdo vështirësi, që me punën e saj është e gatshme për çdo, që është një nënë e mirë dhe aktiviste shoqërore dalluar, si mund ta quanim ndryshe veç se heroin, siç e ka quajtur partia?